Unë kam ikur në Itali në moshën 17 vjeçe, duke punuar në ndërtim, kam njohur një italian që merresh me këtë punë. Ishte shumë i interesuar për të bërë prodhimet në Shqipëri për arsye të taksave. Kemi filluar në 2018 në avash. Fillimet e para ishin të vështira sepse edhe stresuese, po thoj se gjithmonë duke mësuar, duke marrë eksperiencë më shumë. Kurse tani jemi një nga prodhuesit, po thoj se më të mëdhenj në Shqipëri për vazot e mëdha. Ne prodhojmë më shumë vazo qypa për të mbjellë, për kopshte, për ambient të brendshëm, për lokalet, restorantet. Modele ne kemi shumë, diku te 400. Ne për momentin ne çojmë në Itali. Atje ku ka marrë si punë, atje dhe furnizoj. Shqipëri ka punë shumë, goxha, sidomos Tirana, Durrësi, edhe jugu i Shqipërisë njerë kanë shumë kërkesë. Më tepër janë tek qypat, sepse qypi përveç vazës është një traditë. Punë pa lodhje nuk ka. I kënaqur jam. Punë kam për ditë. Më mirë nga emigrimi jemi. Tu jam në shtëpinë time, në punën time.